Në qytetin e Vlorës, stacionet e pompimit të ujrave të bardha dhe të zeza vijojnë prej 2 ditësh të punojnë në gatishmëri të lartë për shkak të rreshjeve të dëndura të shiut që kanë përfshirë zonën. Ujësiellës kanalizime rajoni Vlorë ka njoftuar se të gjitha kapacitetet janë vënë në funksion me qëllim parandalimin e përmbytjeve dhe mbajtjen nën kontroll të prurjeve të mëdha të ujit në rrjetin e kanalizimeve. Përveç hidrovorit kryesor, që mbetet pika më e rëndësishme menaxhimit të ujrave në qytet, një rol të madh luajnë edhe hidrovorët e vegjël, të vendosur në brendësi të lagjeve. Ata shërbejnë si pika dytësore dhe tretësore të pompimit, duke ndikuar drejt për drejt në funksionimin e rrjetit dhe në shmangjen e bllokimeve të mundshme. Vlora numëron disa struktura të tilla dhe sipas vëzhgimeve të fundit, të gjitha janë funksionale dhe operojnë normalisht. Gjatë së mërkurës, televizioni 6+1 Vlora zhvilloi një vëzhgim të gjerë në teren, duke inspektuar 3 nga 5 hidrovorë të lagjeve që janë në Vlorë. Nga pamjet dhe informacionet e mbledhura, u konstatua se punonjësit ishin në detyrë, ndërsa pompat punonin në kapacitet të plot për të garantuar që asnjë bllokim apo mbingarkesë të mos ndikonte në rrjetin e ujrave. Sipas autoriteteve, deri në këto momente nuk janë shënuar probleme teknike dhe situata konsiderohet e kontrolluar. Megjithatë, gatishmëria mbetet e lartë mbasi rreshjet pritet të vazhdojnë edhe në orët në vijim. Ndërkohë, ujësiellës kanalizimi rajoni Vlorë ka kryer ditët e fundit një sër remontesh në stacionet e pompimit dhe rrjetin e kanalizimeve. Këto përfshin pastrimin e pusetave, mirëmbajtjen e pompave, kontrollin e linjave të kanalizimeve dhe inspektime të shpeshta në pikat më problematike të qytetit. Sipas institucioneve, këto masa janë ndërmarrë me qëllim që qyteti të përballojë pa pasoja prurjet e mëdha të ujrave, të cilat shpesh krijojnë situata të vështira, sidomos në zonat që njihen për problematikën e tyre. Po ashtu, grupet e terenit mbeten në kontakt të vazhdueshëm me strukturat e emergjencave civile për të reaguar menjëherë në rast se situata kërkon ndërhyrje të shpejtë. Mbrëmjen e së martës, pavarësisht rreshjeve intensive dhe grumbullimit të ujit në disa segmente rrugore, ekipet kanë punuar me përkushtim për pastrimin e pusetave, largimin e mbetjeve dhe normalizimin e qarkullimit. Skuadra ujësiellës kanalizime Vlorë ka qenë në gatishmëri gjatë gjithë natës, duke monitoruar nga afër çdo zhvillim. Situata është paraqitur e qetë dhe plotësisht nën kontroll. Autoritetet u bëjnë apel qytetarëve që të shmangin hedhjen e mbetjeve në pusetat e ujrave, pasi kjo mund të shkaktojë bllokime të menjëhershme. Për momentin, qyteti i Vlorës paraqitet i qetë, ndërsa sistemet e pompimit vijojnë të punojnë pa ndërprerje me synimin që situata e rreshjeve të mos kthehet në emergjencë.